Unë jam Luleshtry dhe Mamomilja dhe jam 13 vjeç. Unë jam një nxënëse e shkollës së mesme, por krejt papritur u shndrova në një kujdesare mbrojtëse mjau mjau të tokës. Kur emocionohem, më shfaqen veshët dhe bishti i maces dhe do të jem pjesë e imja derisa të mposhtim alienët. Deri atëherë, nuk mund t'i kthehem normalitetit, por them se kjo nuk ka shumë rëndësi. Unë kam gjetur shoqe që luftojnë për krah meje. Shkojmë vajza, për të ardhmen e tokës ne do të bëjmë gjithçka. Gjuetia për ujin kristal, pjesa e parë. Luleshtry, ti po që je me fat. Është e vërtet shumë me Po fat. përse thoni kështu? Sepse tani do shkosh në park bashkë me të fejuarin tënd. Nuk mund ta mohosh, e dim që shkon çdo ditë pas mësimit bashkë me Markun tënd mahnitës. Po ju nga e dini këtë? Forca e di gjithë shkolla. Të gjithë janë në djeni për shëtitjet tuaja romantike. Po ne nuk dalim çdo ditë, vetëm kur kemi mundësi. Sidoqoftë është më mirë të dish se të gjithë admirueset e tij janë në dieni bashkë me ato ziliqaret, mendje mëdhate dhe arrogantet. Oh jo, po nëse më rrahin. Po jo, çfarë mendon kështu? Ajo që ka rëndësi është ndjenja që ju bashkon juve. Të ndihmojmë ne të përballesh me kundërshtarët e tu. Faleminderit, jeni shoqe të mira. Luleshtry dhe! Aha, ç'kemi Mark? Shihemi më vonë. Më fal, po ti nuk ke stërvitje sot? Jo, a mund të bëjmë një pjesë të rrugës së bashku? Oh, po përse jo? Më fal vetëm një minutë, lutem. Po, kush flet? Jam Rajani. Oh, Eja me një herë në kafene. çfarë? Me një herë më the? Po dhe nxito mos ndalo rrugës. O, zot! Çfarë ka tani? Të më falësh, Mark, por më ka dalë një e papritur. Nuk prish puna s'pak. Më vjen kaq shumë keq, Mark. Luleshtry është shumë e nxehur. Vetëm pak duhet dhe do nxjerr ty nga veshët. Nuk është e vërtet. Them se ka lënë për gjysmë një takim të veçantë. Ke të drejtë, jam në një mendje me ty. Nuk ka asnjë shpjegim tjetër. Sa keq që më vjen. Nuk jam e inatosur. Shiko, se kur nxehesh, fytyra jote tregon gjithçka, nuk je e zonja të shtiresh. Atëra do ta lini me kaq apo jo? Forca, dalim në temë. Përse na keni mbledhur? Pas kërkimeve kemi gjetur disa të dhëna shumë të vyera në lidhje me ujin kristal. Për t'ju shpjeguar më thjesht të dhënat që kemi gjetur, do të përdor një fet torte. Një fet tort? Shikoni, është bërë me shtresa. Imagjinoni sikur këto janë shtresat nëntoksore të qytetit dhe gështenjat, gështenjat përfaqësojnë përbërjet prej balte që ndodhen nën tokë. Ka shumë mundësi që uji kristal të gjendet në një nga këto përbërje balte. A mund të shpjegohesh më mirë? Shikojeni krem karamelin. Të supozojmë se ky krem është balta dhe kjo luleshtrydhe është kristali. Tani po e fus në tas. Shikojeni. Balta e mbështjell kristalin plotësisht, vepron si një pengesë, e mbron nga faktorët e jashtëm dhe e mban të paprekur për shumë kohë. E manitshme. Dhe siç mund ta kuptoni, tani që e kemi këtë informacion, duhet të bëjmë patjetër kërkimet nën tokë. Nuk i dihet, mbase mund ta gjejmë këtë kristal. Në rregull, por qyteti ynë është shumë i madh. Duhet të ngushtojmë zonën e kërkimit. Duhet të na thoni ku të kërkojmë saktësisht. Nuk e di mende. Çfarë?
Për fat të keq, ashtu siç e shohim tortën nga jashtë, nuk kuptohet se ku ndodhen gështenjat e nuk mund ta dim as se ku ndodhet kristali. Por ka diçka që mund t'ju ndihmoj. Lori, e mban mend kur bulzat e ujit mjau të transformuan kur ishte nën ujë? Mirë, të mendojmë se të gjitha ju reagoni kundrejt ujit mjau duke lëshuar një dritë të fortë. Është kristali ai që shkakton dritën? Sakt, ju keni një zbulues të brendshëm që e vëre praninë e asaj substance. Shikoni këtu, janë hapur në mënyrë të pashpjegueshme këto hendeqe. Ndoshta është vepër alienëve. Unë mendoj se duan të marrin në zotrim këtë kristal të fuqishëm dhe jam i sigurt se do përdorin çdo mjet për ta marrë. Nëse gjërat janë kështu siç thoni ju është e vërtet, duhet t'i mposhtim në kohë. Ndoshta, nuk do të ndalem kur së thoni. Kristali ka në vetvete një energji të jashtëzakonshme. Nëse alienët e përdorin për planet e tyre të liga, do të zhdukin njerëzimin nga faqja e dheut. E thënë me fjalë të tjera, ka nisur një garë mes nesh dhe armiqve, se kush i gjeni pari atë. Duhet të veprojmë shumë shpejt. Shkojmë. Jo, situata sa vjen e përkeqësohet. Jemi futur në pjesën më të rëndësishme të strategjisë sonë. Sa po të marrim rezultatet, do t'ju bëjmë një përmbledhje me detaje. Shumë mirë. Përpiquni të mos më zgënjeni më. Në rregull. Kur do ta informosh Blun e thellë për kristalin? Shumë shpejt. Tani që e dim se është nën tokë, nuk ka arsye pse ta fshehim. Nuk pas kemo dyshime. Miku ynë është më se i sigurt se ka dërguar përbindësha të veçantë. Përbindësha gërmues, që kërkojnë kristale dhe sende me vlerë. Nëse me të vërtet kristali është nën qytet, përbindësha do të vazhdojnë të gërmojnë derisa ta gjejnë atë. Por skuadra mjau nuk do të qëndrojë duar kryq. E vërtet. Jam i sigurt se tani më duhet ta kenë kuptuar se hendeqet e mistershme të përdorura nga përbindëshat gërmues kanë të bëjnë me ne. Dhe atëherë çfarë mendoni të bëni? Duhet i shpërqendrojmë me një sulm të dhunshëm që të mos i lejojmë të kenë kohë të zbulojnë përbindëshat gërmues. Një sulm me të cilin do të helmojmë qenien njerëzore. Çfarë është ajo? Është një gjendër. Unë do të marrë në zotrim kristalin dhe fuqitë e tij të jashtëzakonshme. Kjo nuk është e drejtë. Më duket vetja si një e dënuar me punë të detyruar. Duart e mia të shkreta janë bërë copë, duke gërmuar nuk po nxjerr asgjë në dritë. Mjaft, ekziston një metodë më pak e lotshme se kjo. Transformimi i mjaushtrydes! Tani do të merrem unë. Rezet e dritës! Shkëlqimi maksimal! Mjaft, nuk mundem dot më! Lule shtrydhe. Sa mirë që ishte vetëm një ëndër. Vetëm një ëndër. Mirë mëngjes. Kjo histori duhet të marrë fund, nuk duhet të flesh gjatë mësimit. A isha i qartë apo jo? Ju lutem të më falni. Më thuaj, Kail, çfarë ka në atë valixhe? Një objekt që është gjetur gjatë gërmimeve të rënojave të lashta. Dhe mendon se mund të na shërbejnë do pak? Po këtë nuk e di. Tani duhet ta vendosim. Kam përshtypjen apo ai është bërë vërtet më i madh? Nuk është përshtypje, është rritur. Dhe pas disa ditësh kur ta hapet, do të dalë një flutur gjigande. Një flutur gjigande? Dhe shumë e rrezikshme. Kjo flutur do t'i ketë krahët me një helm të fuqishëm. Sa po të hapet, gjendra e helmit do të përhapet në ajër dhe i transportuar nga era do të helmojë të gjithë popullsinë. Askush nuk do të mbijetojë. Jemi të vërtet një përbindësh i lig. Po dëgjoni gjë ju? Asgjë prej gjëje. As unë nuk ndjej të ketë ndonjë ndryshim. Drita vjen nga trupi ynë.
vetëm nëse jemi afër ujit kristal. Është si të kërkosh gjelpërë në kasht. Ryan, ç'n ke ti? Doja t'ju përshëndesja. Në çfarë largësie duhet të jemi që uji kristal të shkëlqejë dritë? Nuk e kam iden. Vazhdoni siç ishit duke bërë. Nuk kemi mundësi të tjera. Hej, Mash, eja këtu. Duaj që tani të shkosh te Kylie dhe t'i kërkosh nëse mund të arrit të gjej vendin se ku mund të kërkojmë në rregull? Në rregull, po shkojmë një herë. Forca, futjoni punës tani, nuk kemi kohë për të humbur. Alienët! Janë këtu! Është një grumbull! U gabova! Jam e lodhur, por nuk po ankohem. Sa shumë që u vonova. Vëbaset të tjerat kanë ikur tashmë në vend. Të vazhdosh kështu çdo ditë është e tmerrshme. Nga ana tjetër e di që është shumë e nevojshme të gjejmë ujin kristal. Ç'kemi, Mark? Ç'kemi, lule shtrydhe? Po shkon në shtëpi? Po. E kam për nxitim, nuk mundem që të ndalem. E kam vënë re se kohët e fundit je vërtet e zënë. E paksa. Dëgjoj, Mark, ti qëndrove këtu për të më pritur mua? Ishte mënyra e vetme për të takuar ty, nuk të shoh fare. Ke pasur shumë punë në kafene? Po, ka gjithmonë shumë punë për të bërë. Të kam parë shpesh herë të zbet në fytyrë. Çfarë ka, ndihesh e lodhur? Po, pak, po. Shko tani, mos humb kohë. Po, më fal, shihemi së shpejti. Mirupafshim. U tregua kaq i sjellshëm, ndërsa unë nuk munda fare të qëndroja me të. Le të flasim hapur atëherë. Me këtë metodë ne nuk do të arrijmë ta gjejmë kurrë ujin kristal. Nuk mund të dorëzoheni. Forca, përpiqu të qetësohesh. Dhe kërkimet duhet të vazhdojnë me çdo kusht. Dhe përse të intereson kaq shumë, ti s'ke ndonjë punë për të bërë? Si the? S'është e vërtet? Çfarë tjetër ke për të bërë? Çfarë tjetër ke për të bërë? Çfarë tjetër ke për të bërë? Sa mund t'je lehtë që je, po si guxon? Marku pret çdo pasdite për të qëndruar pak me mua, ndërsa unë duhet të kërkoj me çdo kusht ujin kristal. Ma merr mendja se edhe shoqet e mia janë lodhur duke kërkuar në tokën e qytetit. A e kuptuat apo jo? Ja, e dia, shpërtheu. Sepse ka ca kohë që nuk qëndron shpesh pranë Markut. Nuk duhet i kishe dhënë kështu, Ryan. Ishte gati të shpërthente. U gabove rënd. Kush të pret çdo pasdite, ai tipi që quhet Mark? Nuk më pëlqen mënyra se si e thua. Edhe në krahasim me diskutimin e mëparshëm, shiko se si po flet. Unë po bëhem copash për të realizuar detyrën që na është dhënë dhe madje nuk kam kohë as të dal me Markun. Kështu që këtë nuk ta lejoj, më kuptove? Përpara së gjithash janë detyrat, nguliteni në kokë. Por nuk është kjo ajo që më ngre nervat. Është sjellja jote e paqëndrueshme dhe arrogante që më ngre nervat. Më kupton? Mjaft, nuk mundem më. Jo, prit, mos ik të lutem. Më fal, por këtë herë të prove. Lule shtrydhja është pak e lodhur, kjo është e gjitha. Nuk duhet ta fajsosh veten, Ryan. E njëjta histori gjithmonë, ti duhet ta mbrosh atë? Unë nuk po mbroj asnjëri. O, Zot, u zemërua shumë keq. Hej, pa më thuaj pak. Çfarë ka? Nuk të duket pak e çuditshme sjellja e Gishit? Jo edhe aq. Është bërë shumë i sigurt në vetvete me suksesin e planit të tij. Dhe kjo nuk më pëlqen fare. Dëshiron të thuash se ndoshta ai po na fsheh diçka. Nuk e di, por më mirë ta lëm kështu. Pa patur prova nuk mund të themi asgjë. Kështu që më mirë të presim. Po mirë. Kur unë edhe Marku dolëm për herë të parë, ishte një ditë e bukur si sot. Më pas u shfaq Ryani. Unë besoj se ai është kalorësi blu. Por nëse është vërtet kështu, pse më trajton në këtë mënyrë? Nuk kuptoj më asgjë, fare.
Lule shtrydhe. Është e pa mundur që të qëndrosh 1 minutë qetë. Oh, Më fal, nuk doja të shqetësoja. jo, më fal ti. Unë nuk e dija që... Oh, sotur. Oh, ndjenjat. Kujdes! Lule shtrydhe. Nuk kam asgjë, pata vetëm marrje mend, shkaq. Por tani ndihem më mirë, faleminderit. Eja se do shkojmë te mjeku tani. Shikoni, ai po mbaj lule shtrydhen. Atëherë është e vërtetë ajo që thon. Mund të eci edhe vetëm. Harroje, ti nuk je mirë dhe nuk duhet të lodhesh, kuptove? No, sa turp. Po si ka mundësi që nuk është infermierja? Nuk e di. Çfarë ke kështu, Mark? Më dukesh i çuditshëm. Një moment. Nuk është se po. Do të më pudh. Në rregull. Sa mirë që nuk paske temperaturë. Gjysma e të keqes. Është më mirë të presim infermierën. Po, si të duash ti. Çfarë është kjo? Mos ndoshta të përket ty ky? Po, është celulari im. Të falenderoj, duhet më ketë rënë. Shpresoj që të mos jetë prishur. Jo, për fat të mirë punon akoma. Zilja është kënga e fundit e 5 ëmbëlsirave. Atëherë të pëlqen. Po, shumë. Por mendoj se nuk përputhet me shijet e tua muzikore, apo jo? Jo, gabohesh. Është grupi im i preferuar. Vërtet? E thot vetëm sa për të më bërë qefin. Çfarë ka ndodhur? Ç'kemi? Lule shtrydhja humbi ndjenjat. Do të jetë më mirë që unë të iki. Marku tregua kaq i kujdesshëm me mua, dhe unë as që e falenderova. Po kur jam me të, ndihem kaq në sikletë. Faleminderit, Mark. Je një mik i vërtet. Ai është i aftë të më bëj të lumtur. Gjithmonë më bën të ndihem më mirë. Ryan, duhet të kërkoj falje. Nuk duhet të reagoja në atë mënyrë të më falësh. Kur je lodhur shumë ndodh ndonjëherë. Nuk e pse shqetësohesh. Të falenderoj shumë. Vajza, e pat se si lule shtrydhja pa pritur u kthye ajo e mëparshmja. Ndoshta mund të ketë ndodhur diçka e bukur. Kush e di? Atëherë, a jeni gati të fillojmë kërkimin? Alo, po? Ç'kemi, ja Marku. Mark, çfarë surprize! Po më thuaj. Mos ndoshta je lirë sot? Sot, por në të vërtet. Më dëgjoni. Kam vendosur që sot të punoni deri përpara mesditës. Keni nevojë për pak pushim. Faleminderit, Ryan. Po, sigurisht, sot jam e lirë pas mesditës. E po mirë atëherë, nëse nuk ka problem, takohemi sot para stacionit në orën 5, si thua? Si the, në orën 5? Alo, lule shtrydhe. Alo, më dëgjon? Nuk më dëgjoj. Nuk i thash për biletat, por do t'jetë një surprizë e bukur. Alo, Mark, aty je akoma? Sa fati keq që u shkëput linja. Gjithsesi do të takoj më vonë. Më falni. Nisu me njëherë lule shtrydhe, mos humb kohë. Një dritë undez. Po, undez. Çfarë po ndodh? Kemi marrë një sinjal nga një përbindësh gërmues. Po ti si mendon? Unë mendoj se ja arritëm. Më në fund gjetëm kristalin e çmuar. Atëherë ti e di në çfarë pike është gjendra? Jemi në kohë. Do të hapet përpara se përbindshi gërmues të arrite ujë mjau. Ju merruni me kristalin, unë do të shkoj të kontrolloj gjendrën. Ka ndonjë gjë tjetër? Jo, nuk ka asgjë. Më në fund plani po hyn në fuqi. Atëherë, asnjë konfirmim mbi vendodhjen e ujit të kristalt. Mash, ti ke diçka që të ndriçon në fytyrë. Një minutë.
Mos vallë të kujtohet se ku e ke gjetur këtë fije ndriçuese? Në një kull të lartë. Jetë e mundur të jetë një gjendër afër një kulle? Jemi në rrezik. Me sa shok këtu nuk ka asgjë, vajza. Ndoshta është më mirë të ndahemi. Unë dhe Lori po shkojmë të kontrollojmë zonën lindore të tunelit. Ndërkohë, unë edhe Pami po shkojmë në zonën perëndimore. Në rregull. 1 minutë. Vajza, më dëgjoni? Jam Kylie. Po, çfarë ka? Duaj që të shkoni me njëherë në një vend. Edhe unë po shkoj me makinë. Takohemi me njëherë atje. Çfarë ka ndodhur? Më duhet t'ju lajmëroj se Mashi zbuloi një gjendër që ka në përbërje një hel vërtet vlekjeprurës. Çfarë? Një gjendër the? Po, ndoshta mund të jetë një përbindësh, një insekt gjigant apo nuk e di se çfarë, ka mundësi që të hapet sot. Duhet të ndaloj me çdo kush që kjo të mos ndodh, sepse për ndryshe mund të shkatrojë të gjithë qytetin. Çfarë të shkatroj qytetin? Na thuaj se ku duhet të shkojmë, Kyle. Në kull, me njëherë tani. Ngrini perdet, tani fillon shfaqja. Lule shtrydhe përsëri për ato po mendon? Unë do doja të paktën një herë të mendoje për mua, edhe sikur të ishte vetëm një lojë. Kush do të mendonte për ty? Ti gjithmonë më trajton ftohtë. Mjaft ma! Unë nuk kam kohë për të humbur me ty, Gish. Mark i dashur më prit. Unë do të vi patjetër. Në episodin e ardhshëm, gjendra e rrezikut, pjesa e dytë. Kjo nuk më pëlqen. Lule shtrydhi është e imja.